Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Vazhdojmë pjesën e dytë në lidhje me gjërat se çka janë që konsiderohen në shariatin islam të papastërta. Dhe kjo temë e ndajtë më dësh për shkak të gjërësisë, nga se përmend shumë prej gjërave. Herën e kaluar me numër kem përmend shumë, afërsisht 15 lloje, duke i përfshi kafshët, madje edhe njeriu. Ato kafshë që hahet mishi, ato kafshë nuk i hahet mishi, një pjesë prej tyre. Dhe ajo që del nga njeriu, që ka qenë baza, fillimi i temës, dhe ajo që del prej kafshëve që i hahet mishi, dhe ajo që del prej kafshëve që nuk i hahet mishi. E kështu veç mundum i rrumbllaksu njeriu dhe papastërtia e tij, kafshët që i hahet mishi dhe papastërtia e tyre, ose ajo që del nga to, se sipas një mendimi që është më i saktë kemi thonë, ajo që del nga to është pastërt. Tek hanefit na hen punë që kjo rregull, tek hanefit ndohen papastërti në dy lloje. Papastërti të mëdha ose të rënda. Dhe papastërti të lehta në peshë, çu peshë, jo çimate, por në peshë në kategori. Te kategoritë e rënda i kanë shtyp papastërtitë e njeriu. Ato lloje që ta përmenda. Me dhije, vedije, urina, nevoja kështu me radhë. Tek qeni, jarët e tij, nevojat e qenit, ose tek derri, komplex ka lidhur me derrin, dhe tek dhe tek kafshët që hahet mishi, nevojat e tyre, cili ka qenë rregulli që mi ndërlidh, që me kon me let, përderisa mishi i leonit, i tigrit, i ngjashme, nuk është halal për neve. Normalisht që nevoja e tij është e rëndë. Hanefit e kanë bënë rregullore, kanë thonë që kafshë i hahet mishi. Kafshë i hahet mishi. Sikurse lopa, bullica, delja me llojet e veta, dhit gjithashtu. Përderisa janë kafshë që lejohet me i majt, e me i rrit, e me i shit, e me i përdor, me i therr, dhe me hangë mishin e tyre, ka thonë urina e tyre nuk më thonë që në të poqa. Nuk më thonë që në të pastërta, sepse është urinë. Se njeriu, si me organizëm, si me qenin e tij është i poqë. Po nevoja dhe urina ti janë të dyta. Ka thonë që shme bona atash kafshës, lopës, edhe pse hahet mishi i saj, edhe pse janë të pastërta, qysh urinën edhe nevoja saj me bë të pastërt. Në dhëbet tjerë ka thonë janë të pastërta, sepse na ka tregu vetë Rasulullahi a.s. praktikisht. Këtu është rasti i hadithit që atyre që kanë përzit shumështin e devës me urinën e devës dhe kanë pi për shërim. Dhe në pislëk nuk ka shërim. Dhe në ndë, kur e kanë pita a.s. për në thujmin në popullor që është të kërdhilja ato se ato mbetjet e nevojat e deleve edhe dhive. Ka thonë për më falë aty. Dhe kje bje që janë të pacha. Nëse këtë janë të pacha, atëherë, a është e një dispozita edhe me bajgat e lopës dhe bullicës? Normalisht se po. Pse? Për shkak se janë të njëjtit lloj. Por kohën e Rasulullahit janë ballafaqur më shumë me dhet edhe me devet, se sa me lopët edhe me tjera. A kemi të qartë? Po këtë rregull në Hanefi mos e harronin. Sepse kanë ahen punë. Cila është ajo? Ndytësirat i kanë do ata në të rënda. Çka ka posë të rënda? Në ato që ka konsenzus të krejt që janë ndyta. Dhe në të leta, që disa ulema tjerë kanë llogarit të pastërta në esencë. Pa në vit kanë llogarit të ndyta, po shumë më afër të pastërtës. E pse i kanë bërë këtë dy ndarje kështu? I kanë bërë këtë dy ndarje duke thonë që nëse të bjen diçka në tesh, ose në trup, ose në venin ku ki më falë, për këtyre të rënda, duhesh me pastru. Po nëse të ka rallë ti se ke vrejt je falë, thojnë mos e përsërit namazin. Po shikoje që ajo që ura. Nëse është më vogël se sa 1 dirhem, e ka llogarit me këtë shuplakën e mesme. Kështu ka qenë dirhemi asaj kohë Irakut. Nëse është më pak se kaq, pra të ka rrok 45 pika të urinës së njerit, ose të urinës së qenit, ose të urinës së derrit, ose të urinës së tigrit, kështu me radhë.
Ka rrot disa pika, po kur ti mbledhësh, bojnë më pak se sa kja. Ose njeriu, po normalisht. Atëherë thonë mos e përsërit namazin. Thonë pa pas se ti është, edhe mo hjek dush me hjek, por në momentin që se ke ditë, në momentin që nuk e ke vrejt, atëherë ka qenë e ndyt, e rond, po e vogël në sasi. E vogël në sasi, është e falën. Sepse kur vjen këtë të pastrimi që kemi pikën numër 2 të temës sotit, dhe kemi me çka pastrohëm na. Vjen çka temë. Vjen mund çka temë. E atë përsëritum ju kujtohet tani ndër libra. Ndërsa nëse të vjen thot në tesh ose në trup ose vani ku falesh diçka për këtyre që hanefiti kanë llogarit të ndytat lehta. Tjetri kanë llogarit pastërta krejt si urina ose vojgat e lëbëve e ngjashme. Ose të macës që kemi në rreth neve, ose të deles dhisë kështu me radhë. Thoj kështu, këtë është precisiteti pak ma i vështirë me kuptu. Edhe në literaturë ki vështirë me morë vesh. Prandaj është mirë me morë vesh gojarisht. Kanë thonë 1/4 e teshës, 1/4 e venit. Po se kanë posë për qëllim që t'je lek shambull e marrë na, ose që t'kvish 1/4 e qësaj. Nëse ndytet, atë do shme përsërit namazin. Por nëse ma pak se 1/4, atër është e falën. A këtoni ku tema? Tema është, na du të mi ditë çka është e papastër, çka nuk është e papastër. Çka është e papastër të ronë, e papastër të lehtë. Pse? Se kur na ndodh, dikur thotë, ja më bëj përsëritje namazin, edhe abdesin e po fal na rishës, jo se s'ki nevojë. Nëse ka qenë papastërtia e ronë, po ka qenë 2-3 pika, s'ka të lash. Nëse ka qenë papastërtia e lehtë, kanë qenë 20 pika, prapë se të lash, se s'është 1/4. Po çështë ka llogaritën e 1/4? Jo të këmishës komplet. Por që kjo qëtë është e kevne? Që kjo është mongë në veti. Kjo është mongë në veti, thoi mongë në populloshe, s'peti shpizoj ma ndryshe. Kjo pjesa këto, 1/4 e qisaj. 1/4 e qisaj. 1/4 e qisaj. Se këtu e në veç e veç. Nëse e leko është qështu, atër e logaritin 1/4 e lekut. Sepse nuk është i nda. E këtu të cëllar përse 1/4? Jo 1/4 komplet, se ti kur të lexojsh, e gjon 1/4 e rrobës ose venit, jo nuk ka për qëllim 1/4 e komplet rrobës. Po le moja anë me pastaj e kanë detajzu ka thonë 1/4 e rrobës, po rroba mund me konë e gjon, mund me konë e madhe, mund me konë me pjesë. Si llojet e fiston. Më falni fistonave ndryshme. Ka thonë një pjesë e saj që është e dome, 1/4 e asaj. E kuptum si filozofi, kja këtë bëjmë me hanefit veç, me tjertë, që kanë thonë tjertë? Kanë thonë, e atë flosme kur vjen detajisht, thëtë, aja ka mujt pa pasërti, asja ka mujt, thët, e shikën ti me logikën tonë, me traditën tonë, që ka konsideroj njerëzit pa pasërti e madhe, që ka konsideroj njerëzit pa pasërti e vogël, e te i kalushme. Mirë po jo, kene parasysh, pëse hanefit i kanë detajizu këtë sana shumë mirë me ditë, se hanefit kanë sundu botën 1200 vjetë. Pra shumica e khalifatit islam kanë qenë hanefi. Nëse shkojmë te Emevit, sa kanë sundu ata 93 vjetë. Emevit kanë qenë në gjithë me sahabe, në gjithë me tabena, ato s'ka pos me dheb. Po detyrimisht kanë ndonë s'ken me dhebi. Pse? Sepse ka kaluë khilafeti prej Medines në Irak. Kohën e kujt? Kohën e kujt? Kohën e Ali radiallahu anhu. Aliu dhe Ibni Mesudi e kanë mush Kufen edhe Basran edhe Irakun, Bagdadin me ditonin. Dhe prej ty ka rrjedh kush? Ebu Hanife e këna marrë historikun. Kjo është aja që du të me pos parasysh që të mora atë historikun që e këna vizatu. Dhe atë vizatime du të me pos në men, se kjo ka lonë në gjurën. Edhe atë kur kena thonë, kur ardhe Ebu Hanife dhe nëzosët e ti, dhe kanë po njerëzit që i këtajnë ma dishmi të ati venit, të asoj situatë, që kanë bo? I kanë propozu dhe i kanë bo khalife. Ebu Hanife, më falni, gjykatësa, Ebu Hanife s'ka pranu. Dhe ka vdek më borë për shkak të mos pranimit. Ebu Jusufi ka pranu. Mirë po Ebu Jusufi që ka bo? Këne ka fut në gjyqësi, si gjykatës, edhe mbi gjykatës, edhe gjykatësa që i thoi që ka qenë vetë, krejt kanë qenë hanefi, nuk ka ronë me dhebeve tjera. Dhe kësisë është për hop me dhebi.
Kur kanë orë Abbasit, as ata s'janë konë që janë kufizuar me një medheb. Po tani është bo tradit. Tani është bo tradit, është bo zakas, ju bërë malet. Se kur sundon ti me një medheb, ai medheb përpunohet. Se njerëzit për çdo ditë kanë mesele të reja. Dhe kur punohen, dhe përpunohen mesele të reja, ka zgjidhje dhe ti sovjen ti halife dhe ndron komplet një kushtetut, ti e merr hazër. Sepse kjo është e ilusionit dhe kjo është e gatshme, nuk ka nevojë me bërë shumë ndryshime. Dhe kësaj tani kur kanë Osmanlit kanë qenë Hanefit plot dhe ata për 500-600 vjet, dhe kësaj e gjenë se medhebi Hanefi ka më shumë të detaje. Po pse ka më të detaje? Për shkak që mileti me i kuptu ma let. Mileti me i kuptu ma let dhe është shumë normale që një medheb që stundan me pas diapazana, me pas libra ma shumë, me pas trajtime ma shumë. E mirë, a është shumë normale pas dhe gabime ma shumë? Normale që është, sepse ke punu me ta. Por dallim për medhebeve, disa medhebe që ja kanë para pasë, kërë Hanbelit, mos me para gjyku që ka me ardhë. Mos me para gjyku që ka me qysh. A këtu jemi të bo mahabet, dhe thojme qka nëse Suedi vjen një ligj që por me him punë, duhesh me konë kështu. Shambull me rumjek në përzo. Hanefit kanë bo zgjidhje. Hanefit kanë me mija mesele të parapome. Prej ty në është, kërë po Hanifja ka parapo që nëse ti kalën bi qabe, bon të adha, në gjehet avafe. Qysh kalën honë, mi qabe, fluturan, ka thonë, fluturan. Mi qabe në gjehet avafe. Sot shumica e miletit, nëse janë 5 milion haxhi, 3 milion e bojnë të fluturu, sepse është në katën e 2 dhe katën e 3 dhe honi kanë të përpunu. Hanbelit edhe dë tjerë, se se me që Hanbelit, kanë thonë kjo është ndalume. Kër në shku të selefi kanë vetë, për një mesele kanë, a kanë ndodhë ju, kanë, kur ndodhë hajde vetë. Sepse janë tutë mos po te kalojmë i diçka tjetër. Pra, kretë këto kalzojnë për çkak. Kalzojnë që këto detaje që jenë përmen, është mirë me i ditë, është mirë me kalu në për to, se nuk jenë thonë këtë, po këto e kanë ndërlidhjen e vetë. E nëse nuk e nëzanë të ndërlidhin me ndërlidh gjonat me zveti, ti këshon. Ti këshon dhe sëne kuptan heqë pësë është debatu kështu dhe qka është tema. Tani vazhdojmë me temën tonë. Kemi me tek 2 papastërti të mëdha për me përmbyll komplet 17 papastërti që i ka parapo autori. Dhe neve ju kemi thonë që jemi të ecë me një enciklopedi të kësaj shkence. Kjo para neve është enciklopedi, dhe t'i ka mbledh 4 medhebe plus medhebin e dhahirive, dhe t'a ka bërë rezume, sipas hulumtimit këtyne. E normalisht, nëse kemi obligim me shku sipas zgjedhjeve së tyne mirë, po nuk ka liber që i përfshin ma shumë mesele se kja. Pra këto është një faqe në internet, Dora Rosenie, që punojnë me 10 njerëz. Ulema. Dhe nuk ka dikush i ka bona i punë si kur këta. Pra grupi i fuqishëm. Dhe ate që kanë detajzu ata me mija argumente, e kanë prunë këtë liber pa argumente, veç rumbullaksimin, që i thojnë e rezumen, atë shkurtimin, abstrakte, njësën shqip. Tani i ka rumbullaksu, thët janë 17 gjërat të papastërta, që e përfshin temën e qytën, çka quhet papastërti, çka është papastërtia lëndore, që preku. 15 i ke marrë dhe na ka mbet e 16 që është ngorësira ose coftina. Dhe kjo e ka peshën e vetë gjithsesi, sepse kjo ndëlidhet edhe me ushqimin tonë. Sepse çdo therrje, çdo mish cili na e blejmë, që nuk është therrje shejtatike, është ngorësirë. Këtë amën e ka, nuk ka ndryshe. Andaj neve do të me ditë se ngorësira nuk është për qëllim vetëm pse ka ngordh kafsha, ose ka vdek njeriu. Po na kemi të bëjmë me vdekjen e njeriut. A është i papastër aja ju? Edhe kemi të bëjmë me ngordhjen e kafshës, se ndoshta aja vetë s'ka ngordh, mirë po, e ka mbyt dikush. Prandaj thot, çka është e ngordhura? E ngordhura çka është? El mejte. Thot e ngordhura është çdo krijesë që i ka ikë shpirti. Çdo krijesë që i ka dalë shpirti. Ose thon sheria quhet çdo kafsh
Në sheria quhet çdo kafsh e cila kafsh nuk është therr sipas shariatit. A shihni definicionin? Çdo kafsh që nuk është therr sipas shariatit është ngërësirë. E këtë përjashtohet njeriu, se njeriu as nuk quhet ngërësirë dhe as nuk therrat. Pra ka trajtim të veçantë. Kafsh të cilat neve i kemi nën sond duhet me u therr. Se për ndryshe, çfarë kanë emrin? Ngërësira. Mejt. Pra jemi në dysh. Jemi në dysh. Ose janë gjëra që therren, këtu hinë, edhe aty nëse johat mishi, edhe aty nëse johat mishi, çdo kafsh. Ose janë që ndoshta njerëzit i përdorin për mesh. Po mi thjesht si kanë thjerë, çka kanë bë? Veç au kanë dhirë gjakun në një mënyrë ose tjetër. Edhe i lajnë qashtu, edhe mas t'i kohë tani e rjepin nga tarkatar. Qysh vot kjo? Mejte ose ngërësirë. E na me që do kemi punë shumë. Sepse debati jo sot në botë, ose debati jo sot në Evropë, çka është? Mishi që i blejmë na, a është pe asoj fabrike, ose pe ati individi, ose pe asoj shoqënie që është therr, apo është pe asoj shoqënie që nuk është therr, është godit me plumb dhe ka mbet deri sa ka ngordh. Dhe më pastaj është rjep. Ose është nxirr gjaku me një shllaf, me një cevë, po nuk është therr. Tani pyetja është, a nxirret gjaku i fuqishëm me atë anën e cevës ose gypit, sikurse e bëhet me therrje? Kretë kjo njëve nga që tani arsha i me halal ju. Sepse njerëzit ose musliman sot me njerë llogaritin, që ky mesh është halal ajo thot, e ka prej me bismillah. Bismillah është kusht. Mi po sikur në kiber kur të falesh ti. Namazin që e kiti. Namazi ka do kushte para veti. Janë do kushte që pa to s'ki namaz. Po janë do kushte që bin. Për shembull kibla bjen. Momenti që je në aeroplan. Bjen kushti i kiblës. Bjen kushti i çadribin në kam. Falesh unë se s'mundesh. Edhe të therrja. Me përmend Zotin është obligim. Po nëse njeriu e ka therr kafshën pa bismillah, a e bën mishin haram? A e bën kafshën mejte ose të ngordhur? Jo. Po kush pe e bëj ka kafshën mejte ose të ngordhur? Therrja. Therrja, nxirrja e gjakut. Ata që i kanë thonë lëmoja, e kjo kemë marrë inshallah ndarme kapitulli i ushqimit. Janë 4 pika që do të më prek. Do ta marrë të gjakut, gabzheli që thojmë na, edhe rruga e frymarrjes, janë në bej ta shtyen 4, disa kanë 2.4, disa kanë 3.4, disa kanë aja çka e del gjakun, sepse në hadith ka ardhur ma anhara dam, aja që e çet gjakun. Që kjo është therrje. Pra dhe nëse i pren vetëm 2 damar të gjakut, mjafton. Sepse del gjaku dhe vdes ose ngordh kafsha dhe kështu bëhet pastrimi. E kuptuam temën? Pra tema ka lidhshmëri të fuqishme me mishin ose me ushqimin. Mirë, po këtë që ka na interesant e pa pastrit na intereson kjo ngordhësira, kjo kafsha e ngordhur. A kem drejt diçka pe i saj me fitua hiç? Sidomos qimet e saj ose lëkura e saj. Kjo është pika 1. Pika 2, që kjo kafsha që bëjë na me përfitu lëkurën e saj. Po që ka qëlluaj ateist, nuk e ka thirë si duhet, kem drejt me përfitu ajo. Sepse nas për e lipu mishin, po për lipu pjesë të saj. Edhe treta, nëse kafsha është kafshë heger. Ti s'munësh me nëzonë me e thirë, po e kemi për plumë. Mishin s'guzëm ja marë, së është për i kafshë që si hatë mishin. Pa, po më ja marë lëkurën, që kjo është tima. Kur thëjme a bëm ja mori kurën, jo është haram, është halal. Pa është e pash, është e dytë. Sepse, çka thënë në maja? Në fillim thët, el mejte ose ngorësira ndodhë ndësh. Kin ngorësira ose mejte që janë të pacha, të pastërta, dhe ki që të ndyta. Dhe kjo është e dishme të na. Do është ta s'ki nevojë edhe me shkru. është e dishme. Të ndyta dhe të pastërta. Se mos me konë njona, si shkon tjetëra, si shkon kjo debat heq. Kontekstin tjetër thët, qysh është bo
ngorësira e ngordhën në dy rrugë. Ose ai që e ka therr, se ka therr sheriatikisht, ai na shtakon lop, halal, po e ka therr në mënyrë jo sheriatike dhe konsiderohet softim. E ngordhën. Ose thot ka ngordhë vet. E ka mbyt dikush ose ka ngordhë vet. Pra këto dy emra na ka thonë neve qysh konsiderohet e ngordhën. Na njo e dim, kështu logjikisht. I ka ardhe gjeli, ka ngordhë, ose e ka vrarë dikush, e me të plagume, ka të ose ka ngordhë. Po dhe një tjetër është, cila është aja? Nëse nuk është therr me një duhur, edhe këshuhet ngorësia. Tani, cili është argumenti për krejt këta? Për krejt është argumenti në Kur'an, ku thotë Zoti i Madhëruar, hurrimet aleikum, jo në bo juve të ndalume, jo në bo juve haram. Kush? El mejte, ngorësira, wa demu, edhe gjaku, wa lahmu lë khinziri, edhe mishi i derrit, wa ma uhille li ghairi Allahi bi, dhe ajo therrje që është bo për zotat. Kupteni këtë? Nuk ka të bëj këtë me emër, me paraemrin e bismillah, s'ka të bëj. Ka të bëj njeriu e ka therr kurbanin, ka bo therrjen në emër të iblisit, ose në emër temelit të shtëpisë, e kështu me radhë. Pra ideja është të shirku. Ideja këtu është të shirku, nuk është pyetje këto mënyra e therrjes. Sa me therr me bismillah në mënyrë shumë të mirë, po tema është ku tek shirku. Edhe mas kësaj fjale Allah i Madhëruar i spjegon llojet qysh mundet me kanë kafsha e ngordhë, wal munkhaniqatu, ajo që është e furrën, wal mawqudatu, ajo që është e godit, derisa ka ngordhë. E ka mbyt dru që thojnë. Wal mutaraddiyatu, ajo që ka ra nga lartësia dhe ka ngordhë. Wal natihatu, ajo që është kafshën e ka vrarë me bri, dhe ka një herë mundësi që e plas e myt. Ose e bën gjakder dhe e myt. Wa ma akala as-sab'u illa ma zakaytum, dhe atë që kanë hongër kafsht. Atë që kanë hongër kafsht. Pra, e hong kafsht e egra, një bollic, një lop, një kesh, një diçka, po ti e nxan. Ti e arrin edhe nuk ka ngordhë. Këtë është ajeti shumë rëndësi, illa ma zakaytum. Krejt këto, po thot Allah që i na përmend. Krejt janë ngordhësira nëse ngordhin qatë gjendje. Përveç ka i kini therr, që i bjen se nëse pak sekonda para se mi do shpirti e therr, është halal. Edhe pse është zu, edhe pse është fur, edhe pse është godit, edhe pse është shpu. Në atë është me ka shumë e vri. Precisojnë a kuptojmë një sa tjetër. E kuptojmë që edhe pse na shkikoha krejt tek çështja e mishit, si këto kanë bëjmë me temën e ushqimit, po. Kje i bjen që edhe këta që godosin me plum me alti, që është argumenti që nuk është haram. Kush është haram? Nuk është haram mishi. Se metoda është haram, pa pikë dyshimi. Po pse s'është haram mishi? Se Allah po thot, illa ma zakaytum, përveç asoj që keni arrit gjallë me therr. E nuk është e saktësuar që çdo goditje në tru që godosin, që e paralizojnë kafshën, e myt. Ose çdo acid, ose çdo ujë val, që shtin pulat e këtu. Që i bie se nëse futet në ujë val, edhe i prehet koka, ose goditet me plumb dhe i prehet koka me një herë, i bie që e ke mëzon të gjallë. Dhe që është aja fija dalluese. Çka mbetet kafsh halal dhe çka mbetet ngordhësirë. A këtu? Po i vetë ajeti e kuptojmë edhe këtë temë. Sepse është e përhapur te muslimanët sot në Evropë që e qysh me kona ja halal, ai pe myt me plumb. Po nuk është sheriati kaq bardhëzi veç 2 pika, jo. Na po thojmë, pse ulemoja kanë detajizuar në mënyrë që kanë njerëz thonë pse ka shumë, pse ka shfell kanë hi, sepse nuk kanë mesel çash të çorta, çash bardhëzi. Ulemoja kanë shku me librat tona, edhe hulumtime ka hasdër në gjitha gjuhët, kur goditet anë ngordh apo nuk ngordh, se kanë mot. E kanë mot. Tani, hin ulemoja në detaje të kujna, të ngordhësirës. Tani, kretu detaje që do i përmend janë detajet e një kafshë të ngordhur. Pyetja po. Mishi i asaj kafshë që ka ngordhur. Kafsha ka ngordhur. Çka është dispozita e mishit të saj?
Ajo është e dytë dhe si e dytë është haram e përdor. Ku është argumenti? Ajetin që thamë. Ju ka ndalu juve kush? E ngordhura. Edhe kur thotë për ngordhura është për qëllim në një mishi. Çështja tjetër, dhe këtë ka i zhvon, normalisht. E dyta, lëkura e kësaj kafshë të ngordhur, para se më urrejë. Veç e merr lëkurën edhe përdor. Çka dispozita e kësaj? Përgjigjja e saj është haram. Pse? Se si lëkura, si mishi, që janë qatë gjendje, janë të papastër sepse janë dyat me njëjtin dispozit. Vjen pika e tretë. Çka nëse e kemi marrë në lëkurën e kingjit ose dhis ose lopës ose bollicës, mas i ka ngordh, e kena marrë lëkurën e saj, edhe kemi regjë. E kemi bërë pastrimin specifik, që quhet regjje. Pse ky dallim mes kësaj dhe kësaj? Sepse ju kujtohet hadithi kur pejgamberi alayhis salatu wasallam ka kalu pranë një ngorësire, ka thonë, pse s'keni përfitu për kësaj? Ka thonë pejgamberi zonë, kjo është e ngordhur. Sot po merrni ani lëkurën, se çdo lëkurë e regjon, edhe nëse është e kafshës ngordhur, është e pastrohet. A kuptu debatin? Dhe ulemaja ndonë dysh. Kjo është me rëndësi me ditë shumë, se kjo është hapje ma pastaj krejt temave që vinë vazhdo. Në një grupi parë ulemave kanë thonë çdo kafsh, kuptoj mirë, çdo kafsh që ju ka marrë lëkura, masi që ja kanë ngordhur. Normalisht kemi për qëllim që kanë ngordhur me një herë se jo kur t'ja nis me aje me mu kalbi kështu më radh. Dhe regjet pastrohet lëkura e saj, lejohet më përdor. Edhe për përsëriti. Cili është menimi këtyre ulemave? Çdo kafsh. Dhe këtë menim e kanë Shafit, Hanefit, edhe një grup i ulemave të selefit. Përjashtim ka hon të kujna, në përjashtim të derrit dhe të qenit. Sa aty s'ki debat. Çka kuptoj për këtë menimi? Për këtë menimi kuptojmë që sipas këtij menimi, sipas këtyre ulemave, kur ka thonë pejgamberi alayhis salatu wasallam, merrni lëkurën e dashit të ngordhur dhe pastrojeni se kur pastrohet lejohet, ata kanë kuptuar që pejgamberi alayhis salatu wasallam po na jep drejtën e çdo kafshë. Dhe sirri lloj thojnë, edhe aty me kafshëve që ju hat mishi, sa janë kanë gjallë, sa janë kanë një jetë, edhe aty që hat mishi, sikurse tigrit ose leopardit ose e kuptuat? Se po thonë kredi lëkurat. Por dhe so na ma herë na dakordu, që sikur se tigri ose leoni ose lëkura tyne, so janë gjalla është e pastër. A i na dakordu që shtë? Qimet, leshja, ka thonë që janë të pastërta, so janë gjalla. Po këna thonë e pa pastërt është mishi, gjaku dhe ndëcira tyne. So janë konë gjallë. Tash kur kanë ngordh, lejohet me ja marrë lëkurën me kusht me pastru. Si pas ti menimi. Ku janë bazu të njëjtin hadith. Se pejgamberi nuk e ka specifiku këto kafshë sa ato kafshë, ka thonë për këtë gjitha. Menimi i dytë kanë thonë jo. Nuk pastrohet lëkura e kafshëve të ngordhura veç nëse është kafsh që i hat mishi. Sikurse lopa, devja këto. Dhe këtë menim e kanë një transmetim tek Malikit, një menim i Imam Ahmedit dhe një pjesë bukur e mirë e Hambelive, edhe një pjesë e ulemave të hershëm. Kurse për ulemave bashkëkohor, mas Ibn Qudamës dhe Ibn Taymiyes është edhe Ibn Bazi dhe Ibn Uthejmini. Këto është debati tash që kemi na, edhe këto janë dy menime, thënë ulema, këto janë dy menime prej 10 menimeve. Se ka 9 menime të këtyre dy menimeve. A kuptot? Një prej tyre po përmend. Për shembull, Ibn Bazi këtë thotë menon çështo. Po Ibn Bazi e ka menime edhe ndryshe. Thotë nëse ka qenë tigër ose loan, ose dhelpe, edhe therrët në mënyrë shariatike. Edhe pse është kafshë si hat mishi. Po therrët pe paramenojmë thotë, therrët në mënyrë shariatike lejohet lëkura saj mu përdor. Sepse therrja shariatike është pastrim për lëkurën. A kuptot? A sipas këtij mendimi këto e ka përmendur që Ibn Bazi Ibn Uthejmini mendojnë që si të shkafshi si hat mishi nuk pastrohet lëkura saj. A kuptoni mesela jo? Po. Se kjo mesela është që kemi punë për ditë me ta.
Pra tema është, te shka në blen një patë, shka në blen do këpuz, që jënë të një lëkure, të një dhelë për pezami. Si pas menimit dytë, nuk lejohet. Sepse që e lëkur nuk pastrohet. është ngërësi, nuk pastrohet. Si pas menimit por, po pastrohet. Për njëtit argument që kanë debatu. Kurse për këti menimit që përdojnë nuk pastrohet, prap ka detaje. Thojnë, nuk pastrohet në tërsi, po nëse e paramenojnë thët me e therë, me një shëriatike, edhe na pajtojmë që pastrohet. E këpëtut? Menimi 3, menimi 4, po i kanë da specifika. E këpëtut? Po. Allah alem, unë menoj që kjo meselja para shumë ma ofër argumentimit, sepse, kur ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, merrni lëkurën me ngërësi dhe pastrojeni. Pastrimi ka të bëjë me kanë, me lëkurën. Ka të bëjë me kanë, me lëkurën, jo me therrjen. E kuptot? Dhe këta janë shumë atë logjikshëm, edhe një grupi i selefit, edhe hanefit edhe shafit, ku kanë thonë që pastrohet. S'pedi so për kuptoni në gjajshmeri. Për marrëm një lopë e ngordhëm këtu, edhe një dhelpër e mbytur nëna, edhe e ngordhëm. Të dyat ngordhëra. Mos të harrojmë se tek ja thera që thamë shelatike e paramenuar është edhe gjëtia. Nëse e vron me gjëtia dhe kjo është thera. Tash, lopa dhe dhelna, të dyat të ngordhëra. Për marrëm lëkurat e tyne. Asnjëna s'është therë. Se kjo mu therë si shonë në ngërësia. Po edhe kjetëra mu therë nuk shonë në ngërësia. Tani, i marrëm të dyat i pastrojmë, si pas Rasulullah alayhi salatu wasalam, kjo para është e pastër. E atëherë në basë që sa i bëjmë krahastim me këtë tjetër. Sepse ne na intereson, pe hadithe po kuptohet pastrimi i kujt? I lëkurës. Nuk po fol pejgamberi për therrjen, se dyat janë ngordhura. A kuptot? Pra shumë është më e afërt argumentimi që kanë shkruar ulemoja e hershëm. Allah alem, edhe është normalisht për kohën të shumë me thjesht me alet. Me Malikit qatë me ndendohet. Ka me në bityme. Me thonë, me sakto është se këtë janë të liume. Deri sa u merr lëkura u pastru, mos harra. Jo veç u merr lëkura, po u pastru. Kjo shemna që është e ngordhën, është edhe e gërditshme. Nëse pastrohet nga shohë. Ja ti po menon kur shkare tu fryje të ajas, po vëllai me një herë. Se kur aty se merr kosh mo. Kur filloja me u Po do të thonë nëse pastrohet ajo, për shembull ti e shes që ajo duket e pastruar, me kënë rregull. Nëse një palto ose do kpuca. Na po flasim për origjinën, se na nuk e dimi kur të blemi me vesh hazar atë se kupton, po flasim për origjinën. Fabrika, firma, ka ardhur kështu më. Vazhdim i tutje është. Çka është çështja e eshnave? Thunrave, brive. Ulemoja thonë janë të papastërta. Pse? Se kanë ardhur prej ndytësirës. Nëse mishi i tyre është i ndyt, po dhe ashtu është i ndyt. Tamam? Mirë, po është e njëjta edhe me qimet, edhe me leshin? Jo. Pse? Sepse leshin e ka llogarit të jashtëm, edhe ka llogarit milkurën. Nëse kujtohet kur kam thonë para kësaj teme, kemi thonë si ka që johat mishi, si jo që johat mishi, aja që është për leshit e për qimi është e pastër. Andaj edhe pse është e ndyt, fakt që është e ngordhën, prap leshi është i pastër. Pile kanë bo si vëmendje, kanë thonë, sikurse që është e pastër leshi dhe qimet e kafshë që si hat mishi, sa është gjallë, ashtu është edhe kur të ngordhë. Ka kuptuar? Dhe që këndë lidhja shumë me rëndësi. Dhe këto janë shumica ulemave, thuje të zdi që ka dikush naj kundërthonje. Mirë po, moni men që ku po lejohet e ku s'po lejohet, se në gjëra shumë të afërta mes veti. Munoni mi ndërlidh, këto që kanë bëjmë me lëkurën edhe jashtë, janë ma letë. Po që bririt për shembull, janë të jashtme, po i kanë llogari sikur eshnat. Andaj mos tik si vëmendje. Tani, kemi precizime tjera, për shembull, kafsha është e gjallë, po ju ka këput dora, ju ka këput koma. Çka është dispozita e kësaj kome? Çka është dispozita e kësaj dore? Ulemoja ka bënë dallim këtu. Ka thonë nëse kjo që i hjeket kafshës, ju ka këput, është me gjak, po ka qarkullim gjakut, automatikisht duhet më gjujt. Pse? Sepse gjaku është ai i cili e bën gordën ose ndyt. Tani,
çka është ajo që është kput prej atyne kafshëve që janë gjallë edhe ju hat mishi, po nuk ka gjak. Atëherë, këto është halal. Pse? Pse kjo është sikur tema më herët. Qa është diçka që është prej kafshës që ju hjeket edhe nuk ka gjak? Qimet. Tjetër, na i thumë, na i bri, s'ka diçka tjetër. E kjo është sipas debatit të mëhershëm, që kafsha e gjallë është e pastërt. Kafsha e gjallë është e pastërt. Dhe kur i heket një pjesë, duke qenë ajo gjallë, kjo nuk llogaritet e dytë. Pse? Sepse nuk ka gjak. Pra këtë është dallimi. Kur kputet diçka pe kafshës së gjallë, të më pyetja. A është kputje e një gjymtyre që ka gjak, as ka gjak? Në momentin që ka gjak, quhet coftin. Kafsha është gjallë hala, po çaja ka më është coftin. Në momentin që s'është e gjakut, atëherë hyn në atë kategorinë sikur me e rruë dele. Pezomi, ja merr leshin ato. Është normale. A është e kjo ja? Këtu shkojnë të ushtuar, nuk është një mesele këtu. Këtu është kallallak mesele, po mos t'ju bën problem detajizimi, po ndërlidhni me bazën. Ndërlidhni me bazën. Më pastaj vimi te pika 10, trupi i njeriut. I thonë arabisht mejte, mirë po është për qëllim vdekja e njeriut, jo ngordhja e njeriut. Pra trupi i njeriut të vdekur normalisht se me konsensus është i poç. Madje edhe kur është kafir. Se trupi i muslimanit ose i kafirit që është xhenazë është i poç. Dhe këtu s'ka debat. Kjo është me konsensus. Tani vimi, mas një kryetën këto kafshë e përgjithshme, vimi tek peshku, krejt ngordhësirat që janë deti, janë të pastërta. Sepse kur e pyetën pejgamberin alayhi salatu wassalam, i thanë, na po lundrojna me anije, kem nevojë për abdes, nuk po mundu me përdor ujin cilin pe e pim se jesëm keq. Thot, çka është puna e ujit? Detin me marr abdes. Thot, uji i detit është i pastërt, po edhe ngordhësira e detit është e pastërt. Per këtë përgjigje neve na kripun këto. Dhe çdo sen që është pe ngordhësirave të detit, që ka qenë gjalla fjala. Dashtu ju kash, dashtu ju shpes, ju shidur gjallësa, janë të pastërta. Çka i bën? Janë halal. Çka i bën janë halal? Me të vetë dikush, me shku te kinez, sa ta janë budista, hahat, sepse kuptoje, na kemë të bëjmë me kanë, kemë të bëjmë me peshkun. Peshku në vetë në vesin ngordhësirë është halal. Po na nuk e kemi dirë tash, ana ka servu ky, ana ka servu ai. Tema e shariatit do të thonë mos hani pe mejjusive, pe aty që janë ateista se është fjala tek mishit e therrja. Është tema mos e pyeti sokën e tij. Që ta bjen ai. Ose tash. Se unë e shoh se këtu shpesh herë është një problematikë këtë të në vazhdim tjetër është çka është karkalecat. Ngordhja e karkalecat janë halal. Pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka dhënë përgjigje për 4 lloje. Ka thonë neve në shariat uhila lana daman mejtatan wa daman. Ne na ka leju 2 gjakra. Që ne si çdo me kon halal. Si janë grumbullimi i gjakut. Edhe 2 ngordhësira. 2 mejte. Cilat janë ato? Tek mejte ka thonë el gjeradu wal hut, peshku edhe karkalecat. Pse se s'kan gjak. Zakonisht. Që janë këto që kanë gjak, shpret ka edhe melqia. Shpret ka edhe melqia, në esenci do të thonë haram. Pse? Se ato kur nuk kullohen, ti shka blej sa dush në shqitorin që ti ki me gjak. Po, që ti ki me gjak. Pse? Pse është dhani gjakut. Po na e ka toleru shariati. Tani, pika e fundit të kjo temë është krejt insektet, kafsht, gjallësat, thuaj se kafsht nuk janë insekte që nuk kanë gjak. Krejt janë të pastërta. Dëgjoni, janë të pastërta, nuk shihohen se kërkush mizën se hanë. Janë të pastërta. Janë të pastërta, se na jemi të bërë për ndërtësirën dhe për papastërtinë. Krejt ato që janë pa gjak të lëvizshëm, janë të pastërta. Sipas hadithit që dini krejt, kur bjen miza thotë shtype. Pse? Mu ik pe helmit. Ama pse po thotë shtype?
Se dhe ndash shtyp, ndash mos e shtyp, aja nuk e ka dytë ujin ose çajin ose sopën. Sa i përket pa pastërtisë dhe pastërtisë janë të pastërta. Po pse na ka tregu pejgamberi që ka helu? Kjo është krejt temë tjetër. Kënë lidhë me smunjat. Me kash kryhet tema e ngorësirës. E kemi edhe një pikë tek ndytësirat e që është 17 me radhë, ka të bëjnë me alkoolin. E ulemajat e alkooli kanë bo debat madh, edhe pse në fillim të islamit nuk ka pos debat madh, sepse 4 medhhevet. Edhe shumica absolute ulemave menojnë që alkooli ose khamri ose vena janë të ndyta. Dhe thuje se një farforme ka pos sikur me qenë një lloj ixhmai. Dakor? Edhe dikur me Roman edhe Ibn Hazmi, që është me dhejbi 5, ka pos këtë mene. Nërsa menimi i dytë është i ulemave edhe të hershëm po shumë bashkohor. Për shembull, shumë interesant. Shife urtësia e Zotit, po urtësia që kanë pas ulemoja se nuk është ndiku pej askujt kur e ka pas menimin me argument. Për shembull, për ulemave të hershëm që ka pas menimin që alkooli është i pastërt, është Rabi'atur Ra'yi. Rabia i logjikshëm i kanë thonë, mësuesi i Imam Malikut. Ai ka thonë alkooli është i pastër. Normalisht se ka pasur kërkush. Po, shife ku na vjen një mas një 500 vjetë si të volta ti, që ka ditaj. Se sot ma letësh me thonë që është e pastër. Me pastaj Lejth ibn Sa'di, kjo konë në Egjipt, bashkë mosanik i Imam Malikut, e kena përmenë këto tek historiku i fikut, kjo ka pas me thënë vetin në Egjipt, edhe kjo ka thonë që është i pastër. Me pastaj Imam Muzeniu në zonë si kryesor Imam Shafiut, edhe kjo ka thonë që është pastër. Me pastaj ulemaj e bashkohor, si Imam Shafkani, Ibn Uthejmini, Sheikh Albani, kështu më radhë. Këta ku e bazojnë argumentin? Këta thojnë, nuk kemi argument që alkoholi është i ndyt. Po ala tjetër thotë, po që s'kemi argument, Allah ka thonë Kur'an, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun. Thotë me të vërtet alkooli e kumora e hedhja e fallit të shgjeta për fall janë rijs. Fjala rijs ka ardhur tek ngorësira. E shqipen në dytë. Thojnë, këtë s'ko debat. Rijsun min ameli shejtan, janë të dyta pej punës të iblisit. Ajeti është i qartë. Këta thojnë ajeti është i qartë, mirë po ajeti nuk po fol për papastërtin. Lëndore, kërë e nga mësun fillim të pastërtit, që që nga ndohë papastërtit, kuptimore dhe të prekshme. Sot ju po thonin bos të këtij ajetit që alkoholi nëse të bjen, do të me lasë është i ndyt, i prekshëm. Sot ajeti s'po fol për ta. Pse s'po fol? Sepse edhe kumora nuk është e flisht. Edhe hedhja e fallit nuk është e flisht. Edhe alkoholi s'u nuk është e flisht. Allah po fol për papastërtit haramit. Kuptimisht, jo papastërti që preket. Andaj kur të rëzëshit argumentet tjera s'ka që është i ndytë. Se krejt hadithet që flasin, që i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, pse po e gjun atë vazën që ka pas marrë nga unë, merre pastreje për dare kështu me radhë. Krejt kanë debat. Sahabët që i kanë delë ka ecë si lumë me alkohol, kërkur se ka do garit në dytë, kër e ka shkele kështu me radhë. Tani debati ka qenë gjatë shumë, po me nësi, ky menim është këgja afer arsyeshmërisë. Këgja afer arsyeshmërisë. Tani, në pak minuta e kem me çka bëhet pastrimi. Krejt deri sa që kem folur këtu, 2 ditë se ka qenë, që ka qenë tema, çka llogaritet e dytë. Tani tema e fundit është që ndërlidhet me këtë. Pak minuta është qysh me bëj pastrimi. A mundu me vazhdu, apo ndërprej? Unë besoj të ndërprej. Ani ndërprej edhe vazhdojmë ne me një ngjizim tjetër. Kush kanë gjëzën? Vetëm.